Data 24 maj. Numrat. Kapitulli 33. Këto janë etapat e bijve të Izraelit që dolen nga vendi i Egjiptit sipas formacioneve të tyre në udhëheqjen e Mojsiut dhe të Aronit. Mojsiu shënoi me shkrim vendet e tyre të nisjes për çdo etapë sipas urdhrave të Zotit, dhe këto janë etapat e tyre në bazë të vendnisjeve të tyre. U nisën nga Ramesesi në muajin e parë, ditën e 15 të muajit të parë. Një ditë pas Pashkës, bijtë e Izraelit u nisën me plot vetbesim para syve të gjithë egjiptasve, ndërsa egjiptasit varrosnin tërë të paralindërit e tyre që Zoti kishte goditur midis tyre. Zoti kishte zbatuar gjykimin e tij edhe mbi perëndit e tyre. Kështu pra, bijtë e Izraelit u nisën nga Ramesesi dhe ngritën kampin e tyre në Sukoth. U nisën nga Sukothi dhe fushuan në Etham, që ndodhet në skaj të shkretetirës. U nisën nga Ethami dhe u kthyen në drejtim të Pi-Hahirothit, që ndodhet përballë Baal-Cefonit, dhe e ngritën kampin përpara Migdolit. U nisën nga Hahirothi, kaluan detin në drejtim të shkretetirës, ecën 3 ditë në shkretetirën e Ethamit dhe e ngritën kampin e tyre në Mara. U nisën nga Mara dhe arritën në Elim. Në Elim kishte 12 burime ujë dhe 70 palma, dhe fushuan aty. U nisën nga Elimi dhe fushuan pranë detit të Kush. U nisën nga deti i Kush dhe fushuan në shkretetirën e Sinit. U nisën nga shkretetira e Sinit dhe ngritën kampin e tyre në Dofkah. U nisën nga Dofkahu dhe fushuan në Alush. U nisën nga Alushi dhe ngritën kampin e tyre në Refidim, ku nuk kishte ujë për të pirë për popullin. U nisën nga Refidimi dhe fushuan në shkretetirën e Sinait. U nisën nga shkretetira e Sinait dhe u vendosën në Kibroth Hatavah. U nisën nga Kibroth Hatavahu dhe fushuan në Haceroth. U nisën nga Hacerothi dhe fushuan në Rithmah. U nisën nga Rithmahu dhe fushuan në Rimon Perec. U nisën nga Rimon Pereci dhe fushuan në Libnah. U nisën nga Libnahu dhe fushuan në Risah. U nisën nga Risahu dhe fushuan në Kehelathah. U nisën nga Kehelathahu dhe fushuan në malin Shefer. U nisën nga mali Shefer dhe fushuan në Haradah. U nisën nga mali Haradahut dhe fushuan në Makeloth. U nisën nga Makelothi dhe fushuan në Tahath. U nisën nga Tahathu dhe fushuan në Terah. U nisën nga Terahu dhe fushuan në Mithkah. U nisën nga Mithkahu dhe fushuan në Hashmonah. U nisën nga Hashmonahu dhe fushuan në Mozeroth. U nisën nga Mozerothi dhe fushuan nga Beneja Akan. U nisën nga Beneja Akani dhe fushuan në Hor Hagidgad. U nisën nga Hor Hagidgadi dhe fushuan në Jotbathah. U nisën nga Jotbathahu dhe fushuan në Abronah. U nisën nga Abronahu dhe fushuan në Etzion Geber. U nisën nga Etzion Geberi dhe fushuan në shkretetirën e Sinit, do me thënë në Kadesh. Pastaj u nisën nga Kadeshi dhe fushuan në malin Hor, në kufi të vendit të Edomit. Pastaj prifti Aron u ngjit në malin Hor me urdhër të Zotit dhe vdiq aty në vitin e 40 prej kohës kur bijtë e Izraelit kishin dalë nga vendi i Egjiptit, ditën e parë të muajit të 5. Aroni ishte 123 vjeç kur vdiq në malin Hor. Mbreti i Aradit, Kananeu që banonte në Negev, në vendin e Kanaanit, dëgjoi se arritën bijtë e Izraelit. Kështu ata u nisën nga mali Hor dhe fushuan në Calmonah. U nisën nga Calmonahu dhe fushuan në Punon. U nisën nga Punoni dhe fushuan në Oboth. U nisën nga Obothi dhe fushuan në Iabarim, në kufi me Moabin. U nisën nga Iabarimi dhe fushuan në Dibongad. U nisën nga Dibongadi dhe fushuan në Almon Diblathaim. U nisën nga Almon Diblathaimi dhe fushuan në malet e Abarimit përballë Nebit. U nisën nga malet e Abarimit dhe fushuan në fushat e Moabit pranë Jordanit mbi bregun përballë Jerikos. Fushuan pranë Jordanit nga Beth Jeshimoth deri në Abel Shitim në fushat e Moabit. Pastaj Zoti i foli Mojsiut në fushat e Moabit pranë Jordanit mbi bregun përballë Jerikos dhe i tha: Folu bijve të Izraelit dhe u thuaj atyre: Kur të kaloni Jordanin për të hyrë në vendin e Kanaanit, do të dëboni të gjithë banorët e vendit, do të shkatërroni të gjitha figurat e tyre dhe të tëra statujat e tyre prej metalit të shkrirë. Do të rënoni të gjitha vendet e larta të tyre. Do ta shtini në dorë vendin dhe do të vendoseni në të, sepse ju a kam dhënë në pronësi. Do ta ndani me short vendin sipas familjeve tuaja.
Familjeve më të mëdha do t'u jepni një pjesë më të madhe dhe më të voglave një pjesë më të vogël. Secili do të marrë atë që do t'i bjerë me short, ndarje do të bëhen në bazë të fiseve të etërve tuaj. Por në rast se nuk i të boni banorët e vendit, ata që do t'lini do të jenë si hala në sy dhe do t'ju shqetësojnë në vendin që do të banoni, dhe do të ndodhë që unë t'ju trajtoj ashtu si që kisha menduar t'i trajtoj ata. Psalmi 78, vargjet 1 deri në 37. Kushtoj kujdes o populli im ligjit tim, dëgjo fjalët e gojës sime. Do të hap gojën time për të thënë shëmbulltyra, dhe kam për të paraqitur misteret e kohrave të lashta. Ata që ne kemi dëgjuar dhe kemi njohur, dhe që etrit tanë na kanë treguar, nuk do t'u afshehim bive të tyre, por do t'i tregojmë brezit të ardhshëm lavdet e Zotit, fuqinë e tij dhe mrekullinë që ai ka bërë. Ai ka vendosur një dëshmi te Jakobi dhe ka vënë një ligj në Izrael dhe ka urdhëruar etrit tanë që t'ua bëjnë të njohura bive të tyre, me qëllim që brezi i ardhshëm t'i njohë së bashku me bijtë që do t'i lindin, dhe këta nga ana e tyre t'ua tregojnë bive të tyre, dhe të vendosin te Perëndia besimin e tyre dhe të mos harrojnë veprat e Perëndis për të respektojnë urdhërimet e tij, dhe të mos jenë si etrit e tyre, një brez kokfort dhe rebel, një brez me zemër të paqëndrueshme dhe me një frymë jo besnike ndaj Perëndis. Bijtë e Efraimit, njerëz të luftës, harkëtar të Zot, kthyen shpinën ditën e betejës, nuk respektuan beslidhjen e Perëndis dhe nuk pranuan të ecnin sipas ligjit të tij. Harruan veprat e tij dhe mrekullitë që u kishte treguar. Ai bëri mrekulli në pranitë të etërve të tyre, në vendin e Egjiptit dhe në fushën e Coanit. Ai e ndau detin dhe i bëri të kalojë në mes të tij dhe i mblodhi ujërat si një grumbull. Ditën drejtoi me anë të rez dhe tër natën me një dritë zjarri. I çau shkëmbin në shkret e tyre dhe i bëri të pinë boll si të ishte ujë i humnerës së madhe. Nxori roket nga shkëmbi dhe bëri që të rridhnin ujëra si lumenj, por ata vazhduan të mëkatojnë kundër tij dhe të ngrenë krye kundër shumë të lartit në shkret e tyre dhe e tunduan Perëndinë në zemrën e tyre duke kërkuar ushqim sipas dëshirave të tyre. Dhe folën kundër Perëndis duke thënë: a mund të shtrojë Perëndia një sofër në shkret e tyre? Ja ai e goditi shkëmbin dhe prej tij dolën ujëra dhe vërshuan për rrenjë. A mund të jap bukë dhe mish popullit të tij? Dhe kështu Zoti i dëgjoi dhe u zemërua fort, dhe një zjarr u ndez kundër Jakobit dhe zemërimi kundër Izraelit u ndez, sepse nuk i kishin besuar Perëndis dhe nuk kishin pasur besim në shpëtimin prej tij. Megjithatë, ai urdhëroi rreth e sipërme dhe hapi dyert e qiellit dhe bëri që mbi ta të binte mana për të ngrënë dhe u dha atyre grurin e qiellit. Njeriu hëngri bukën e ëngjëve. Ai u dërgoi atyre ushqime sa të ngopeshin. Ai bëri të ngrihet në qiell era e lindjes dhe në sajt e fuqisë së tij bëri të ngrihet era e jugut. Bëri të binin mbi ta mish si pluhuri dhe zogj si rëra e detit. Bëri që këto të binin në mes të kampit të tyre rreth çadrave të tyre. Kështu ata hëngrën sa u ngopën, sepse Perëndia u kishte siguruar atyre atë që ata kishin dëshiruar. Ata nuk kishin kënaqur ende pa ngopsinë e tyre dhe kishin ende ushqim në gojë, kur zemërimi i Perëndis shpërtheu kundër tyre, vrau më të fuqishmit prej tyre dhe rrëzoi më të mirët e Izraelit. Megjithatë, ata vazhduan të mëkatojnë dhe nuk u besuan mrekullive të tij. Atëherë ai harxhoi ditët e tyre në kotësi dhe vitet e tyre në tmerre të papritura. Kur i vriste, ata e kërkonin dhe ktheheshin të kërkonin Perëndin me zell. Kujtoheshin që Perëndia ishte kështjella e tyre dhe që Perëndia shumë i larti ishte shpëngimtari i tyre. Por ata e mashtronin me gojën e tyre dhe e gënjenin me gjuhën e tyre. Në fakt, zemra e tyre nuk ishte e qëndrueshme ndaj tij dhe ata nuk ishin besnik ndaj beslidhjes së tij. Isaia, kapitulli 25. O Zot, Ti je Perëndia im. Unë do të përlëvdoj dhe do të kremtoj emrin tënd, sepse ke bërë gjëra të mrekullueshme. Projekte të konceptuara shumë kohë më parë dhe të realizuara me besnikëri dhe vërtetësi. Sepse e ke katandisur qytetin në një grumbull gurësh, qytetin e fortifikuar në një grumbull gërmadhash. Kështjella të huajve nuk është më një qytet, nuk do të rindërtohet kurrë më. Prandaj populli i fuqishëm të përlëvdon. Qyteti i kombëve të fuqishëm ka frikë nga ti, sepse ti ke qenë një kështjellë për të varfrin,
një kështjell për të mirin në fatkeqësinë e tij, një stre kundër stuhisë, një hije kundër të nxehtit, sepse fryma e tiranëve është si një furtunë kundër murit. Ti do të paksosh zhurmën e të huajve si të nxehtit në një vend të thatë, ashtu si të nxehtit në hijen e një reje, kështu kënga e tiranëve do të detyrohet të heshtë. Zoti i ushtrive do të përgatisë tërë popujve mbi këtë mal një gosti me gjellë të shishme, me verëra të vjetra, me gjellë të shishme, me shumë palc dhe me verëra të vjetra dhe të zgjedhura. Do të shkatërrojë mbi këtë mal mbulesën që mbulonte tërë popujt, po kështu edhe mbulesën e shtrirë mbi të gjitha kombet. Do të shkatërrojë për gjithnjë vdekjen. Zoti do t'i thaj lotet nga çdo fytyrë, do të heq nga tërë dheu turpin e popullit të tij, sepse Zoti ka folur. Atë ditë do të thuhet: ja, ky është Perëndia ynë. Tek ai kemi shpresuar dhe ai do të na shpëtojë. Ky është Zoti tek i cili kemi shpresuar, të ngazëllojmë dhe të gëzohemi në shpëtimin e tij. Meqense dora e Zotit do të shtrihet mbi këtë mal, ndërsa Moabi do të shkelet nën të ashtu si shkelet kashta mbi plehun. Ai do të zgjas duart e tij në mes tij, ashtu si shtrin notari për të notuar, dhe do të ul krenarinë e tij bashkë me trillimet e kurdisura nga duart e tij. Fortesën e mureve të tua të larta, ai do ta shkatërrojë, do ta shemb, do ta hedh për tokë deri poshtë në pluhur. 1 Gjonit, kapitulli 3. Shikoni që dashuri të madhe na ka dhënë Ati, që të quhemi bijtë të Perëndisë. Prandaj bota nuk na njeh, sepse nuk e ka njohur atë. Të dashur, tani jemi bijtë të Perëndisë, dhe ende nuk është shfaqur ç'do të jemi. Por dim se kur të shfaqet ai, do të jemi të ngjashëm me të, sepse do ta shohim atë se si është. Dhe kushdo që e ka këtë shpresë në të, le ta pastroj veten siç është i pastër ai. Kush bën mëkat, bën dhe shkelje të ligjit, dhe mëkati është shkelja e ligjit. Dhe ju e dini se ai u shfaq për të hequr mëkatet tona, dhe në të nuk ka mëkat. Kush shëndron në të nuk mëkaton. Kush mëkaton nuk e ka parë dhe as nuk e ka njohur. Djema, kur kush të mos ju gaboj. Ai që bën drejtësinë është i drejtë, ashtu sikur është i drejtë ai. Kush bën mëkat është nga djalli, sepse djalli mëkaton nga fillimi. Por këtë është shfaqur biri i Perëndisë, për të shkatëruar veprat e djallit. Kush lindi prej Perëndisë nuk bën mëkat, sepse fara e Perëndisë qëndron në të dhe nuk mund të mëkatojë sepse ka lindur prej Perëndisë. Në këtë njihen bijtë e Perëndisë dhe bijtë e djallit. Kushdo që nuk bën drejtësi nuk është prej Perëndisë, as ai që nuk e do vllain e vet. Sepse ky është mesazhi që dëgjuat nga fillimi, që ta duam njëri tjetrin, jo si kundër Kaini, i cili ishte nga i ligu dhe theri vllain e vet. Dhe për çfarë arsye e theri? Sepse veprat e tij ishin të liga, por ato të vëllait të drejta. Mos u çuditni vëllezër të mi, nëse bota ju urren. Ne e dim se kemi kaluar nga vdekja në jetë, sepse i duam vëllezërit. Kush nuk e do vllain, mbetet në vdekje. Kushdo që urren vëllain e tij, është njeri vrasës, dhe ju e dini se asnjë njeri vrasës nuk ka jetë përjetshme të shndrueshme në vete. Në këtë e kemi njohur dashurinë. Ai dha jetën e tij për ne, dhe ne kemi për detyrë të japim jetën tonë për vëllezërit. Dhe nëse njëri ka të mirat e botës dhe shet të vëllain e tij në nevojë dhe mbyll zemrën e tij para tij, si qëndron atë dashuria e Perëndisë? Djemat mi, të mos duam me fjalë, as me gjuhë, por me vepra dhe me të vërtetë. Dhe në këtë dim se jemi në të vërtetën, dhe do t'i bindim zemrat tona para atij, sepse po të na dënojë zemra jon, Perëndia është më i madh se zemra jon dhe njeh çdo gjë. Të dashur, nëse zemra jon nuk na dënon, kemi siguri para Perëndisë. Dhe ç'të kërkojmë marrim nga ai sepse mbajmë urdhërimet e tij dhe bëjmë gjërat që janë të pëlqyera përpara tij. Dhe ky është urdhërimi i tij, që të besojmë në emrin e birit të tij Jezu Krisht dhe ta duam njëri tjetrin si na dha urdhërim. Ai që mban urdhërimet e tij qëndron në Perëndin dhe ai në të. Dhe në këtë ne dim se ai qëndron në ne, nga fryma që na dha.